se ka vetëm një kompani që oferton. Nga ana tjetër, na kemi Kekun, i cili e ka të kontraktuar çmimin e energjisë që ja shit Keskos. Edhe Keku është i regjistruar si biznes që mund të ofertojë energji elektrike. Edhe ata e kanë, me sa di unë, kontratën 29,50 euro për megawatt çmimin momental. Çmim ofertues. Po, të blerës që e blejnë Kesko. Plus kemi shumë hidrocentrale, kemi produs të energjisë alternative me ere, me diell dhe me këto gjona. Ka ana tjetër, aty nuk ju liberalizohet tregu. Ata që po shesin në Kosovë, nuk po liberalizohet tregu. Vetëm ne që po blejmë, liberalizimin një anë shumë kjo është, nuk është liberalizim. S'mundi me thonë liberalizim, kjo është një farë monopolizim i tregut. Edhe sinqerisht, unë jem pro liberalizimit. Se kur është bo ligji, atëherë është menduar që ne ta blejmë një energji ma lirë, mundim me zgjedh ku po blejmë. Edhe është e vërtet, ashtu është. Le të liberalizohet tregu, na nuk kemi kundër liberalizimit. Amo liberalizimi, si që është duke u bërë këtu në Kosovë, nuk është liberalizim i vërtet. Nuk është korrekt. Kjo është një farë liberalizim, mu sinqerisht po më krijon përshtypjen se këtu dikush ka përgadit terrenin për përfitime marrëmendse që dikush Kush? Marrë pa. Nuk e di kush. Jo, se këtu ka institucione, ka vendimarrës. Po më krijon përshtypje, domethënë, po më krijon përshtypje se diçka po ndodh këtu në prapavi, edhe dikush po i shtyn proceset përpara që marr sa më shpejt ato mjetet e majme që po doin me i marr prej neve, produsve, firmave të cilat kanë qarkullim më të madh se 10 milion dhe më shumë se 50 punëtor. Nga ana tjetër, kjo do të krijon probleme për ne, sidomos për kompanitë produse, kompanitë tregtare ndoshta do t'i prek edhe ato, normal, do t'i prek pak më pak. Kompanitë produse i prek më shumë. Sa më shumë prodhon një kompani, as më shumë harxhon energji elektrike. Dhe sa më shumë harxhon energji elektrike, nëse i trefishohet, katërfishohet çmimi, atëherë i 3-4fishohet edhe ngarkesa financiare ndaj kompanisë. Edhe shumë mirë cekën edhe sot gjatë konferencës që e patëm për media, atëherë mund t'i themi lam të mirë punësimit. Se kompanitë nuk do të kenë mjete për punësim dhe për zgjerim një kohë të gjatë derisa të rregullohen gjërat, duke qenë me një farë formë, duke paguar tallin e dikujt. Kjo është një lloj tallit. Ka me pas probleme, sinqerisht ka me pas probleme, nuk ka me qenë mirë. E përkrahi protestën që është paralajmëruar për nesër, do të jem në protest, do të protestojmë edhe pse e di se do të shkon në vesh të shurtar. Ne në Kosovë nuk kemi edukat, nuk kemi kulturë që ta marrin fjalën e dikujt tjetër, manë të protestave ose manë të shkëmbimit të ideve, të mendimeve të ndryshme. Ne kur vendosim diçka e bëjmë ato me çdo kusht, Zoti hajre voft. Nuk është fundi botës, e dim që edhe kjo do të përballohet mirë, por nuk është gjë e mirë. Ne nuk e kemi pritë se vendi jonë ka me qenë në këso parpozita, jemi nga ata që çdo njëri prej Kosovës kemi dhënë kontribut jashtëzakonisht shumë të madh me ushtrirua Kosova nga Serbia dhe kret fajin ja kemi lënë Serbisë, mirë po tani kohëve të fundit do faje nuk janë të Serbisë, nuk mundi me cek Serbinë si faktor, po ky që mi pak edhe vetë ne do të po i bëjmë ato problemat tona, komplikimet tona, edhe po shtrëntojmë jetën në Kosovë, edhe pse nuk është vetëm faktori i energjisë elektrike, ai që po shtrënton jetën në Kosovë. Mirë, se do të diskutojmë se për energjinë pas. Okej. Profesor, pse jemi në këtë situatë ku, po themi,